Përshëndetje të dashur miq. Në këtë video do të ndaj mesazhe timeless në lidhje me rrugtimin tuaj, mesazhe për rrugtimin tuaj. Kurdo që ju ta shikoni këtë video apo kjo video t'ju gjejë ju në vendin tonë të takimit, dhe nëse e shikoni në pjesën e fundit të majit, pra në kohën kur kjo video është postuar, do të thotë që ka lidhje me hënën e plot këto mesazhe. Por kurdo që kjo video t'ju gjejë, do të thotë që janë mesazhe për ju. Ju më të zgjidhni njërin prej 3 grupeve, ju tani më madhëmendja që për të gjithë ju që i keni ndjekur videot e dini, për të gjithë ju që jeni të rinj, ju më të përdorni intuicionin tuaj për të zgjedhur nëpërmjet numrave 1, 2 dhe 3. Dhe kjo e forcon shumë intuicionin tuaj. Kjo është si një sinjal i fuqishëm që nëse për shembull unë ndjej që është grupi 1, po edhe 2, po edhe 3, ti dëgjoj një herë të 3-ja dhe të shikoj, a rezonoi vërtet grupi 1 që unë ndjeva në fillim? Kjo është intuita që flet. Dhe më pas ju jeni shumë herë më të sigurt në vete që ta dëgjoni intuitën që është zëri i parë që del për ju. Sepse më pas juve mund të duken të 3-ja të mira. Dhe të 3-ja shumë bukur mund të kenë mesazhe për ju, por ai që rezonon më së shumti me ju është ajo që intuita ju flet. Për shembull, nëse keni 3 rrugë, ju mund të ndjeni më shumë në instinktin e parë të drejtuar te rruga nr. 1, por edhe 2 të tjerat ju duken të mira. Dhe jeni konfuz. Të 3-ja mund të kenë nga një gjë të bukur për ju, por kjo rrugë është rruga më e bukur për ju, që rezonon më shumë me ju, me karakterin tuaj, qoftë edhe për zgjedhjen në karrierë, për zgjedhjen në çdo gjë tjetër. Pra këtë mund ta aplikoni kudo, nis që me gjërat e vogla deri tek gjërat më të mëdha, dhe prandaj unë adhuroj të bëj këto video sepse ju ndihmon shumë edhe ju për çdo gjë. Mund ta shikoni si të parëndësishme tani, të pavlefshme, por në momentin që ju e forconi intuitën, mund të bëni zgjedhje në jetë që kanë të bëjnë në një shkallë me rëndësinë më të lartë në jetën tuaj, sesa thjesht të zgjidhni një grup. Por kjo ju ka ndihmuar sepse ju tani më të dëgjoni intuitën tuaj. Dhe besoni, duke qenë se keni prova që ju ka drejtuar në grupin e duhur, në rrugën e duhur. Pa u zgjatur shumë, ne të zgjedhim 3 kartat, të cilat i zgjodhëm për grupin 1, 2 dhe 3. Dhe këto janë vërtet shumë të lezetshme. I kam bërë të dyja këto janë bërë në kohë të ndryshme, pra 5 karta sot, 5 karta nesër, në varësi të gjithçka që ndodhte në jetën time, të sinkroniciteteve apo të frymëzimit që unë mund të kisha atë ditë. Po mundoj mos t'i shoh sepse janë lehtësisht të dukshme dhe nuk dua të likohem për të zgjedhur. Dakor, shpresoj që ju të keni zgjedhur grupin tuaj dhe le të fillojmë me grupin numër 1. Në fakt është një energji shumë e bukur, duke qenë se janë të dyja kartat. E para është një thirrje për ju të jeni më të tokëzuar dhe të kaloni më shumë kohë në natyrë. Dhe kjo lidhet shumë me çakrën e root chakra, pra me çakrën e rënjës, që ne na mban të tokëzuar, ne na mban në stabilitet, që të jemi të sigurt, që të jemi me këmbë në tokë, si të thuash. Pra, në momentin që ne jemi në një mindset viktime dhe jo të stabilizuar, nuk ndjehemi të sigurt, dalim pa siguri në sipërfaqe, do të thotë që kjo çakër ka nevojë për pakës punë, për pakës lejim që energjia të kalojë lirshëm, sepse e bllokon energjinë më pas se të lëviz lart në çakrat e tjera. Dhe në momentin që kjo çakër është e shëndetshme, do të thotë që ju jeni të tokëzuar, me këmbë në tokë, jeni të sigurt, nuk lëvizni në jetë shumë shpejt, por merrni kohën tuaj dhe jeni më stable, si të thuash. Pra kjo është ajo që unë po ndjej për ju. Sepse në këtë mënyrë ju mund të lulëzoni. Dhe në momentin që keni rrënjë të forta, madhëmendja që ky ka ardhur dhe në ky mesazh ka ardhur në mesazhe të tjera, video të tjera, dhe shikoni se sa shumë kartash janë dhe kjo ndoshta është vërtet shumë e rëndësishme për ju. Pra, për jetën tuaj, për rrugtimin tuaj, numër 1 lidhet shumë me drejtimin që ju keni, me fillime të reja, pra nëse ju doni fruta të reja, fillime të reja, ju duhet të ndjeheni me këmbë në tokë dhe të tokëzuar, që ju të ndjeheni këtu dhe tani prezent. Të jetoni në të tashmen e përjetshme, në të tashmen magjike. Dhe jo të shqetësoheni për të ardhmen apo të pikëlloheni për të kaluarën. Pa të jeni këtu dhe tani me këmbë në tokë dhe të jeni të tokëzuar në kuptimin që në momentin që keni një stabilitet të fortë, rrënjë të forta, çfarë lloj fortune, tornadoje që të ketë,
do të largoj vetëm gjethet që nuk ju duhen më. Erat më të fuqishme do të largojnë gjethet që nuk ju duhen më, për të bërë vend për gjethet e reja. Prandaj, ju nuk do të rëzoheni, kështu që e mira është që të punojmë me pjesën që ndoshta duket insignifikante, që ndoshta s'duket fare, siç nuk duken rrënjët e pemës, por ajo është pjesa më e fuqishme që e mban pemën lart, dhe që e mban të shëndetshme, dhe që ushqen pemën, dhe që lejon energjinë, siç tham, të kalojë nga rrënjët, nga toka, nga rrënjët, drejt e lartë saj. Dhe t'ju lejoj ju që të kryeni misionin tuaj. Për shembull, misioni pemëve është të kryej procesin e fotosintezës që të kthej dioksidin e karbonit në oksigjen dhe të lejoj që jeta të ulëzoj. Dhe ju mund të keni një mision po kaq human dhe kaq të bukur sa ky. Prandaj është e rëndësishme të ndjeni të gëzuar. Dhe nga ana tjetër, kjo është shenja që erdhi për ju, një kal deti, mund të jetë një shenjë që ju e shihni, mund të jetë diçka që ju e pëlqeni dhe adhuroni, mund t'ju pëlqejë deti, uji, pushimet. Diçka tjetër që unë ndjeva është që janë dy në këto karte, janë dy kuajdeti. Njëri është mashkull, i simbolizuar, ndërsa kjo është femra. Dhe ajo që unë ndjeva e udhëzuar të them është që diçka lidhje me emocionet. Pra dhe në energjinë e hënës së plot që bëra një video specifike, kisha po të njëjtin problem sepse po i filmoj në të njëjtën ditë. Dhe syrimi i majt vazhdon të lutoj. Është një diçka shumë e çuditshme që po ndodh vetëm sot. Mund të jetë një shenjë për ju në lidhje me emocione specifike në energjinë femërore. Pra, prandaj unë ndjeva gëzuar ta them sepse duke qenë se është femër, ju mund të keni një lloj konflikti që ju ka bërë dhe të mos ndjeni shumë të gëzuar me një femër në jetën tuaj, me një figurë femërore. Mund të duket sikur ju keni përgjegjësinë për mënyrën se si ndjehet, për mënyrën se si reagon, ndoshta përgjegjësinë për të siguruar jetesën e saj dhe stabilitet, por ndoshta nuk është përgjegjësia juaj dhe ndoshta ju, edhe sikur të jetë, po i vendosni më shumë përgjegjësi vetes se sa ju vërtet duhet i vendosni. Nga ana tjetër, ndjeva e drejtuar tek fakti që tek kuajdetit është diçka e bukur që mashkulli kujdeset për fëmijën. Dhe vërtet është diçka që për të admiruar, kjo do thotë që ndoshta ju jeni një femër dhe jeni lidere. Pra, jeni një femër në gjini, por jeni më shumë në energjinë mashkullore. Dhe nëse ju jeni një mashkull, ju jeni në më shumë në energjinë femërore, pra që ju kujdeseni për familjen, për fëmijët dhe doni të keni këtë energjinë në ushqyeshmërisë dhe energjinë femërore, të përkujdesit. Ndërkohë që nëse jeni një femër, ju doni të arrini shkallë të suksesit, jeni lidere, drejtoresh. Nuk e di, këto janë ato që po m'bin tani. Kjo mund të jetë një mesazh konfirmimi për ju, por gjithashtu një mesazh që mos harroni të gëzoheni, mos harroni të jeni me këmbë në tokë. Mund të doni të keni këto gjëra, por është e rëndësishme të jeni në balancë, sepse ndryshe mund të ngriheni lart, por mund të bini po njësoj. Dhe në momentin që u ngriheni, por keni stabilitet, ngriheni në një kat, por keni themele tashmë, nuk keni se si të bini më. Dhe është mesazhe shumë interesante për grupin tuaj. Uroj që të keni ndihmuar dhe të kenë rezonuar për ju. Duke kaluar tani më tek grupimi numër 2. Një mesazh shumë i bukur, nuk ka ardhur më parë. I lakurishit të natës. Ju mund të shikoni lakurish natën. Dhe mund të jetë një mesazh për ju. Gjithashtu numri 27 mund të ketë signifikancë për ju apo numri 9. Mund të jetë kjo që po ndjej, mund të jetë numri i rrugtimit të jetës suaj, life path number, nëse ju mund ta kalkuloni shumë lehtësisht edhe vetë, duke mbledhur ditën, muajin dhe vitin në një aspekt numerologjik, për shembull 27 i 3 2000. 27 2 dhe 7 bëjnë 9, 3 i bie 12, edhe 2-shi, pra 12 i bie 3, 1 plus 2 bëjnë 3, edhe 2-shi i bie 5. Numri i rrugtimit tuaj është 5. Mund të jetë 9, me që kemi 27-ën. Të thotë, të patrembur, inteligjent, intuitiv, profetik, dhe të shikosh përtej limiteve. Ne gjithë e dim që lakurisht e natës navigojnë nëpërmjet këtyre zërit, më saktë, që ata lëshojnë për të parë, sepse nuk shikojnë edhe aq mirë, më duket se nuk shikojnë fare, përgjithsesi. Pra, kanë mënyra shumë të ndryshme shikimi nga ne, kuptohet, çdo lloj kafshe është e ndryshme.
nuk është se shikojnë, po njësoj si ne, dhe nëpërmjet këtij zëri që lëshojnë, ata bëjnë të mundur që të shikojnë nëse ka pengesa përpara apo jo, që të dinë se si të navigojnë. Dhe është vërtet shumë interesante dhe shumë e bukur. Ndoshta kjo mund të ketë lidhje edhe me hënën e plotë që ne folëm, edhe ngjyra blu, në lidhje me komunikimin, me çakrën e fytit, sepse kishte të bënte me këtë, ju mund ta shikoni nëse dëshironi, dhe tani më bën vërtet shumë sens, sepse edhe në simbolin që erdhi për ju është për mua simboli i komunikimit dhe simboli që ju nuk, në këtë rast, ju se që shikoni është goja e mbyllur, pra që ju nuk po flisni diçka. Ju dini shumë, jeni intuitiv, jeni inteligjent, jeni të patrëmbur, por nuk po i shfrytëzoni të paktën pjesën e të qenurit të patrëmbur, sepse jeni duke mbajtur pas disa gjëra që ju doni t'i flisni. Ju e dini që mund ta bëni, por keni frikë në kuptimin që si do të reagojnë të tjerët për këtë që ju do të thoni, apo si do të mërziten ose jo, si do t'ju gjykojnë apo do t'ju shohin. Është vërtet një mesazh shumë i bukur, sepse ndoshta të tjerët mund t'ju kenë përqeshur në aftësitë tuaja. Mund të mos ju kenë besuar në inteligjencën tuaj, në intuitën tuaj, në fjalët që ju keni thënë, sepse ka dhe profecinë këtu. Pra është vërtet një grup interesant. Edhe vetë me numrin 9, që lidhet me pjesën e reflektimit, të shkosh brenda, të reflektosh, të shkosh brenda vetes, domethënë të shndrosh veten dhe ta gjykosh jetën dhe çdo gjë me një sy dhe perspektivë të re, të iluminoar, si të thuash. Dhe ndoshta për disa gjëra ju mund të jeni të vërtet, dhe ju mund të thoni diçka përpara kohës që mund të dalë vërtet. Por të tjerët mund t'ju kenë përqeshur, ndoshta në fëmirin tuaj, në të kaluarën tuaj, dhe kjo ka bërë që juve të mbyllni gojën, si të thuash, dhe mos të flisni më. Sepse mbrapa tani që po e lexoj, është e shkruar kush po qesh tani. Pra në momentin që e vërteta juaj del që është e vërtet, dhe në momentin që realizohet gjithçka që ju keni thënë, ndoshta kjo mund të ketë të bëjë me jetën tuaj. Ju keni një ëndër, doni të bëni ky X person. Askush nuk ju beson, dhe të gjithë po qeshin me ju. Dhe ju papritur kruseni dhe mblidheni në veten tuaj. Por jo, sepse ju jeni të patrëmbur, dhe ju do ta shfrytëzoni këtë lloj aftësie dhe karakteristike që ju keni. Dhe në momentin që ju e bëni, sepse jam e bindur që e bëni, e keni bërë dhe do ta bëni, gjithnjë, të shikoni për te limiteve tuaja, të shikoni për te iluzioneve që mund të krijojnë, dhe frika është një iluzion, dhe limitet që i vendosin vetes janë një iluzion, askush nuk mund të na ndalojë nëse ne besojmë, vetëm nëse ne nuk besojmë dhe kemi këto limite dhe pasiguri, të tjerët e dinë që mund ta përdorin kundër nesh, sepse jo të gjithë ndoshta kanë synime të mira. Dhe ju mund të keni patur frikë, dhe të keni shkuar brenda dhe të mendoni që ndoshta kjo ëndra ime nuk është e realizueshme, ndoshta nuk është diçka e bukur, ndoshta unë nuk jam një ose e denj për të. Nuk është e vërtet, dhe nga vetë shprehja, kush po qesh tani, ajo po realizohet. Ju jeni bërë ky person që ju po e keni parashikuar që do të ishit, dhe e keni manifestuar vetë, dhe keni parë për të iluzioneve, dhe keni parë më shumë se sa kapaciteti juaj lejon, në këtë rast ju jeni një lakurishnate që shikoni lirisht, atëherë të tjerët janë të shokuar. Dhe kjo është një mesazh shumë i bukur për ju. Mund të rezonojë me disa për jush, ishte vërtet shumë i veçantë. Dhe uroj që t'ju ketë ndihmuar në rrugtimin tuaj. Nëse shikoni lakurishnate, është konfirmim për këtë mesazh, për këtë grupim, që të mos keni frikë nga errësira, nga iluzionet, janë gjitha limitime që ja vendosin vetvetes. Këtë është mesazhi për grupin numër 2, uroj t'ju ketë ndihmuar, të kenë rezonuar për ju, do doja të dija në komente se si ka rezonuar për ju, sepse ishte shumë interesante. Dhe tani le të kalojmë te grupimi numër 3. Është vërtet shumë e bukur. Është vetëm shkrim, kështu që nuk ka nevojë që ta mbaj për ju, që të shikoni figurën. Numri 10 mund të ketë signifikancë për ju, numri 55, numri 5 apo 555 që mund ta shikoni. Dhe ne folim për numrin e jetës, rrugtimit të jetës suaj që mund të ishte numri 5. Dhe si mund ta kalkuloni, që ndoshta mund të ketë edhe kjo rëndësi për ju, apo qoftë edhe për grupin 1 me numrin 1. Një shoqëri apo një marrëdhënie e shëndetshme i pranon kufit e shëndetshëm. Që do të thotë, në një marrëdhënie të shëndetshme, të paktën ky është perceptimi im, ju mund të keni një perceptim tjetër, në një marrëdhënie shumë të shëndetshme, ju e dini kush jeni, ju e dini pëlqimet dhe mospëlqimet tuaja, ju e dini si e shpenzoni kohën,
në mënyrë më të mirë të mundshme dhe nuk po them që t'jeni egoistik që kjo është ajo që unë dua të bëj dhe asgjë tjetër që ti po thua nuk vlen për mua, do të bëhet kjo. Nuk po e them në këtë aspekt. Po e them në aspektin që kur ju e dini çfarë pëlqen, edhe personi tjetër e di. Ne tentojmë të tërheqim me energji. Dhe sa më shumë ne ta dim çfarë na pëlqen, aq më shumë të tjerët janë të qartë apo tërheqim po të njëjtën gjë. Pra, nëse ne tërheqim mund të jetë diçka e ngjashme apo diçka që ky person e pranon këtë që ju doni dhe ju pranoni të tija dhe ndodh një ndërthurje shumë e bukur. Ndoshta si jeni 100% identik, por ndodh një ndërthurje sepse ju e kuptoni njëri tjetrin dhe diçka që e ka dikush nuk e ka dikush tjetër e kështu me radhë. Apo thjesht keni pëlqimet e njëjta, mund të ndodhë edhe kjo. Dhe në momentin që ju jeni në këtë marrëdhënie, ne ndryshojmë apo jo? Ne ndryshojmë dita ditës, edhe pse nuk e vëmë re. Nuk jemi njësoj si dita e djeshme dhe nuk do të jemi njësoj të nesërmen. Sa do shikohesh iluzion, por thjesht ideja që synimi i jetës është të evoluojmë, si çdo gjë tjetër që evoluon, rritet dhe zhvillohet. Dhe edhe në një marrëdhënie, këta dy persona do të rriten, do zhvillohen, nuk do të rinë në vend. Por ndodh që njëri rri në vend dhe tjetri zhvillohet. Atëherë këto marrëdhënie nuk funksionojnë. Por, kur këto marrëdhënie vazhdojnë dhe rriten të dyja, pra të dy personat zhvillohen po njësoj, ndoshta në drejtime të ndryshme, ndoshta në njëjtin drejtim, por që kanë këtë mirëkuptimin në mes, pra që kanë komunikim të qartë, dhe në momentin që juve nuk ju pëlqen diçka, ju rriteni, zhvilloheni, nuk ju pëlqen më për shembull të bëni të njëjtat gjëra. E diskutoni me palën tjetër dhe ndoshta është po jeti konfirmim. Dhe kështu ju rriteni të dy. Dhe ndoshta ju e këshilloni palën tjetër që ndoshta nuk është e mirë që ti ta bësh këtë gjë. Ndoshta s'është e mirë për familjen tonë, ndoshta nuk është e mirë për ty, sepse ky është një obsesion që nuk të bën mirë. Dhe nëse pala tjetër reflekton, e ndihmon të rritet duke e larguar këtë obsesion. Dhe shikoni se sa bukur mund të jetë kjo marrëdhënie për shembull, thjesht nëpërmjet komunikimit dhe mirëkuptimit. Por në momentin që, për shembull, të tjerët e dinë që juve nuk ju pëlqen kjo X gjë, që ju të shkoni në vend me shumë njerëz po e marr kot, apo që ju të shkoni në X restorant. Dhe ndoshta e bën ka stile këtë gjë, dhe ndoshta e bën sepse i pëlqen për vete, pa e komunikuar me ju dhe pa gjetur një rrugë dhe një zgjidhje të përbashkët. Në këtë moment është një cënim i kufive tuaj, sepse ju e keni bërë të qartë që ju nuk shkoni me këta njerëz, ju nuk shkoni në këtë lloj midisi, sepse keni, për shembull, jeni empatik dhe nuk doni të jeni të afektuar nga shumë njerëz, apo nuk ju pëlqejnë ta X persona sepse janë negativ. Dhe në vend që të gjendet një rrugë e përbashkët, në këtë rast duket sikur cënohet kufiri juaj. Se harrova t'ju tregoj edhe shenjë që erdhi për ju. Ky është një ekstra konfirmim. Është perla kozmike. Dhe mua më pëlqen vërtet shumë si imazh dhe si mesazh, sepse perla formohet në një proces shumë të vështirë transformimi dhe që vërtet kërkon kohë dhe vërtet duket si magji. Sepse vërtet këto tundje, ulje, ngritje që ndodhin dhe vetë rryma e detit që e bën të mundur këtë, mundson që brenda kësaj guacke të formohet kjo perlë, kaq e shenjtë dhe e shtrenjtë. Dhe është e shenjtë sepse është e shenjtë për mënyrën se si është formuar për të arritur në këtë gjendje. Ne ja vendosim vlerën gjithçkaje. Dhe kjo mund të jetë dhe shumë e lidhur dhe me mesazhin për ju, sepse ndoshta perla mund të shikohet si ajo që formohet nga kjo marrëdhënie e bukur. Pra nuk po themi që nuk ka konflikte ndoshta në një marrëdhënie, apo nuk ka mosmarrveshje, apo mospëlqime. Ndonjëherë jo çdo gjë është perfekte. Ka, ndoshta edhe marrëdhënie që janë perfekte kur ka shumë mirëkuptim, por jo gjithnjë ndodh kjo. Dhe në momentin që ju arrini t'ja dilni ndërmjet tyre vështirësive, të jeni përsëri së bashku, përsëri ta doni njëri tjetrin, përsëri ta mirëkuptoni njëri tjetrin, edhe nëpërmjet uljeve dhe ngritjeve dhe nëpërmjet emocioneve shumë të amplifikuara. Kjo do të thotë që ju keni formuar këtë perlë të shenjtë që është ky simbol i dashurisë suaj. Dhe kjo mund të jetë në çfarëdo lloj marrëdhënie, s'ka të thotë vetëm në aspektin romantik. Mund të jetë në një marrëdhënie me motrën, me vllajin, me shok, miq, shok dhe shoqe, apo në familje, me maman, me babain e tjerë dhe tjerë. Ne të gjithë e dimë që ndoshta edhe me prindrit nuk kemi qenë gjithnjë, çdo gjë na shkoj vaj.
Ka patur momente kur kemi konfliktuar, ka patur momente kur ka mosmarrveshje, jemi breza të ndryshëm, jemi mentalitete të ndryshme dhe kjo mund të ketë në fakt shumë rezonancë për këtë, sepse familja është familje dhe nuk mund ta mohojmë, sido që të jetë. Dhe nëse ju për shembull keni disa lloj kufish që familja tenton që t'i cënoj, kur ka dashuri dhe kur qëndron kjo perla në mes, gjithnjë ka mirëkuptim dhe dashuria është ajo që konkuron çdo gjë. Pra në momentin që dikush i do, unë e kam provuar vetë këtë. Sado e çuditshme, sado e vështirë, sado e çmendur të duket diçka që ju doni, ai person vërtet kur thon i pranon këtë kufi tuaj, sepse ju do. Dhe jo në aspektin që ju të pranoni që të tjerët ju cënojnë kufit tuaj apo të pranoni që të tjerët ju lëndojnë, që ju të duke qenë se i doni. Në aspektin që kjo nuk e cënon ju. Është thjesht mentaliteti juaj që ju nuk doni që për shembull fëmia juaj të shkojë në këtë lloj rruge, të bëjë këtë lloj gjëje, të zgjedhë këtë lloj profesioni. Por duke qenë se ju e doni shumë dhe duke qenë se ju e pranoni dhe respektoni kështu siç është, me këto kufi dhe me këto talente dhe me këto gjëra që ka, atëherë dashuria konkuron çfarë të lloj mentaliteti, iluzioni, frike, çdo lloj gjëje. Edhe kjo mund të jetë një mesazh shumë i bukur. Ndjej që ka vërtet shumë për të folur ende në këtë grupim, që ndoshta ne kemi kapur vetëm atë majën e icebergut ku i thonë dhe ka shumë gjëra për të folur, por ndjej gjithashtu që nuk po më jepet shumë informacion, duke qenë se mund të jenë njerëz të ndryshëm që kanë specifika të ndryshme. Po e them kështu. Dhe ndoshta është e ndryshme për secilin. Prandaj ju jam e bindur që do ta kuptoni për jetën tuaj dhe rastin tuaj specifik më mirë vetë. Pa ju ngatruar unë. Dhe prandaj ndoshta ngeli kështu si enigmë kjo gjë. Ndoshta edhe vetë mënyra e formimit të perlës që ka ngelur kështu si diçka magjike, ndoshta është e thënë të jetë kështu. Ndonjëherë gjërat është më bukur të ngelen të magjishme dhe si mrekulli sesa të dish aspektin matematikor, pse ndodhi kjo dhe të gjesh aspektin logjik të gjithçkaje. Mua më pëlqen, të dish disa gjëra, por ndonjëherë më shijon shumë të përjetoj këtë lloj emocioni dhe këtë lloj magjie. Ti lësh gjërat të jenë të magjishme, ta lësh dashurinë të jetë të magjishme, ta lësh jetën të jetë të magjishme dhe çdo ditë dhe çdo gjë që ndodh. Pse duhet t'i japësh kuptim gjithçkaje? Sepse për ju po ndihem e udhëzuar të ndaj me ju këtë dhe mund të mos ta dëgjoni. Përjetova një lloj ndjesie dhe një lloj vizioni dhe emocioni shumë të bukur. Por mendja ishte ajo që vazhdimisht tentonte të gjente çfarë është kjo? Çfarë emri ka kjo? Si quhet ky emocion apo kjo që po përjetoj? Dhe duke bërë këtë, unë humba këtë lloj përjetimi, që unë thjesht mund ta kisha shijuar këtë moment, ta kisha shijuar këtë lloj përjetimi, pa i vënë një emër, pa i vënë një cilësim, një çfarë emocioni është ky. Dhe aty ishte një mësim shumë i rëndësishëm për mua, që nuk do ta harroj kurrë, sepse ndonjëherë ne mësojmë më mirë duke u djegur nga diçka që mos të digjemi më. Kuptova që shijoj gjërat ashtu siç janë. Nëse kjo gjë nuk ka një emër, mos i jep një emër. Pse duhet i vendosim një emër? Është thjesht një emërtim, edhe ne emrat tanë janë për të cilësuar dhe për të kategorizuar. Por ndonjëherë, për shembull ajo ndjesi, s'mund të futej në një kategori. Ishte gjithçka bashkë, ishte gëzim, entuziazëm, pikëllim, egzaltim, nuk e di se çfarë do të them tani, por ishte një miks emocionesh që nuk mund t'i vihet dot një emër. Dhe përse duhet i vendosim emër disa gjërave që është e thënë të ngelen magjike? Thjesht përjetojini. Emocionet janë për të përjetuar, gjithçka është për të shijuar. Thjesht shijojini këtë magji dhe mos u mundoni që t'i vendosni në kategori kaq shumë. Ju mund ta bëni, është thjesht perspektiva juaj, kjo është perspektiva ime, por më pëlqen të shijoj gjërat dhe jo të lodhem shumë aspektin e logjik dhe pse ndodhi dhe çfarë emri ka. Shumë faleminderit, shpresoj që kjo video t'ju ketë ndihmuar, do të dija perspektivën dhe opinionin tuaj në komente dhe shihemi në video tjetër, mirupafshim.